إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit e Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm sa atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë nderuar, ne sapo hym në vitin e ri dhe javën që shkoi, jam munduar që të përçoj tek vetja dhe tek ju mesazhin e asaj se si duhet me fillu një vit të ri. Dhe kemi thënë se porta kryesore e fillimit të një viti të suksesshëm dhe të begatshëm është përmes portës së pendimit. Por cili është qëllimi? Pra, cili duhet të jetë synimi që ne duhet ta përtrim për çdo vit, e të cilin duhet ta kemi prezent në zemrat tona gjatë gjithë jetës tonë, është arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Kjo është tema kryesore dhe preokupimi kryesor që duhet ta ketë secili besimtar. Si ta arrim kënaqësinë e Zotit? Ta pyesim veten: veprat e mia, angazhimet e mia, përpjekjet e mia, a janë duke e synuar realisht arritjen e kënaqësisë së Allahut apo arritjen e kënaqësisë personale dhe të tjerëve përreth nesh? Kjo është pyetja më vetëdijsuese që ekziston. Fillimisht ka të bëjë me më të shtrenjtin, me më të mirin, me Allahun. Pastaj ka të bëjë edhe me ndërtimin ton, me zhvillimin ton të brendshëm, të shpirtit ton, pastaj rrjedhimisht edhe të mendjes dhe trupit ton. Andaj, çfarë do të thotë arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala? Të arrish kënaqësinë e Allahut do të thotë që jeta jote, vepra jote, zgjedhja jote të jetë në përputhje të plot me vullnetin e Zotit. E ndërtuar mbi besim të sinqert dhe mbi bindje të plot dhe të thellë deri në frymën e fundit, deri kur t'ia dorëzojmë Allahut përfundimisht shpirtin ton, për të kaluar në stacionin e radhës të udhëtimit tonë që është ahireti. Pra, nëse dëshirojmë të arrijmë kënaqësinë e Allahut, kjo nuk do të thotë që ne duhet apo të kuptohet si ndjesi emocionale siç e ka njeriu. Kënaqësia e Allahut nuk krahasohet me kënaqësinë e njeriu. Siç Allahu nuk krahasohet as me qenien e tij, as me emrat e tij, as me cilësitë e tij me qenien njerëzore, as kënaqësia e tij nuk krahasohet me kënaqësinë njerëzore. Por kënaqësia e Allahut e nënkupton pranimin e veprave tona nga ana e tij, begatimin e jetëve tona nga ana e tij, mbrojtjen tonë nga ndëshkimi dhe hidhrimi i tij dhe shpëtimin ton në ahiret, në përjetësi. Ky është kuptimi real i arritjes së kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Ndërkaq, arritja e kënaqësisë së Allahut sipas Allahut është mirësia më e madhe që mund të arrihet. Allahu thot në Kur'an: "Wa ridwanun min Allahi akbar." Kënaqësia e Allahut është më e madhja, pra më e madha mirësi. Çfarë do mirësi tjetër që të ekzistojë? Ato të gjitha janë mjete. Arritja e kënaqësisë së Allahut është qëllim. Pra, ta kënaqësh veten është mjet. Ta kënaqësh familjen është mjet, nuk është qëllim. Të pasurohesh është mjet, është mënyrë, është rrugë, nuk është qëllim. Qëllimi është që gjitha këto t'i bësh për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, sepse çdo gjë buron prej Allahut, çdo gjë ndërlidhet me Allahun.
Deshëm apo nuk deshëm ta besojmë e ta pranojmë. Ne ekzistojmë falë Allahut, ne ekzistojmë mirësi falë Tij, prej mirësisë së Tij, prej bujarisë së Tij, ne kthimin dhe shpëtimin e kemi vetëm përmes Tij, dhe përfundimin ton realisht ne e caktojmë përmes asaj që ne përzgjedhim të jetojmë, përmes mënyrës se si ne përzgjedhim të jetojmë. Janë 5 shkaqe kryesore që neve na mundsojnë arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. E që secila prej tyre është nderim për ne, pra është lehtësim i rrugtimit ton drejt Allahut Madhërisëm. E para është imani i pastër dhe tauhidi apo njësimi i Allahut i pastër. Ta besosh Allahun jo sipas asaj që ti mendon, por sipas asaj që Allahu urdhëron. Ta njësosh Allahun sipas konceptit kuranor dhe atij pejgamberik, jo sipas ideologjive njerëzore, jo sipas asaj që njerëzit mendojnë se duhet me adhuru dhe me besu Zotin. Sepse besimtar ka shumë në botë. Besoni që prej 8 miliard njerëzve, 2/3 e tyre janë besimtarë, ndoshta edhe më shumë. Gjithë besojnë Zot. Por a besojnë si duhet? Jo. Vetëm një pakicë të Allahu beson si duhet. Pakica e njerëzimit beson Allahun si duhet. Pse? Janë të vetmit këta që adhurojnë Allahun e besojnë Allahun sipas mësimeve të Allahut, jo sipas epsheve të tyre. Ky është dallimi. Këtu bëhet diferenca. Qofse i qasim i Allahut sipas mësimeve të Allahut, jo sipas intereseve tona, epsheve tona, tekeve tona, atëherë ne me të vërtetë e synojmë arritjen e kënaqësisë së Allahut. Allahu tregon se ata cilët besojnë pastër, edhe veprojnë shëndoshmërisht, atyre Allahu do t'i jep xhenetin dhe në fund thot Allahu është i kënaqur me ta. Në surën El-Bayyina Allahu thot kësaj: Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah. Ata të cilët besojnë si duhet, pra sipas mësimeve të Allahut, wa amilus salihat, edhe veprojnë konform mësimeve të Allahut, e te i kalojnë veten, epshin e tyre, interesin e tyre, gjithmonë mundohen që veprimet e tyre me qenë përputhje të plot në mësimet e Allahut dhe të pejgamberit të Allahut. Allahu thot hum khairul bariyah. Këta janë krijesat më të dobishme që ekzistojnë edhe që jetojnë. Pastaj thot: Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada. E si shpërblim për këta do të jenë xhenetet e Adnit, disa xhenete specifike të mrekullueshme që Allahu i ka përgatitur për disa robër të tij. Këta do t'i gëzojnë këto xhenete që Allahu i quan xhenetet e Adnit, dhe në to do të jenë përjetësisht, abada, khalidin fiha abada, kur nuk do dalin prej tyre. Pastaj çfarë thot? Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta, edhe ata janë të kënaqur me Allahun. Edhe në fund thot: Dhalika liman khashiya rabbah. Krejt që thot mirësi do t'i gëzoj ai që e ka respektuar Allahun në dynjë. Pra, nëse na e besojmë Allahun me iman të pastër, edhe njësojmë Allahun sipas asaj që na mëson, por posë që në jetën e kësaj bote jemi njerëzit më të dobishëm, me vlerësim nga Allahu, edhe me lavdërim nga ana e Allahut, do të jemi në xhenetet e Allahut përjetësisht, dhe do të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra, synimi më të lartë që ekziston, fisnikrinë më të madhe që ekziston. Për shkaqeve tjera është edhe pasimi i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Rruga më e lehtë, më e mirë, më e sigurt, më e drejtë pas imanit në Allah, për me arrit kënaqësinë e Allahut është me pasu më dashnin e Allahut. Nëse na s'ja pasojmë më dashnin e Allahut, se kemi pasuar as Allahun. Nëse na se dëgjojmë më dashnin e Allahut që e ka dërguar për neve, për me na udhëzu, për me na ndriçu, me na lehtësu rrugtimin tonë drejt Zotit subhanahu wa taala, atë na nuk e synojmë kënaqësinë e Allahut, ose thjesht pretendojmë se po e synojmë. Ai që s'ja respekton delegatin, mbretit se ka respektuar as mbretin. Ai që s'ja respekton deleguarin, delegatin, pejgamberin e Allahut, ai se ka respektuar as mbretin e mbretërve Allahun subhanahu wa taala. Nuk e ka respektuar. Ngelen vetëm pretendime. Prandaj thot Allahu, nëse dëshironi ju me ju dashur Allahu, nëse me të vërtetë doni Allahun, doni Allahun me ju dashur juve, atëherë pasoni pejgamberin. Qul in kuntum tuhibbun Allah, thuaj o Muhammed gjithë, pasni përjashtim, nëse me të vërtetë doni Allahun, fattabi'uni, pasoni mua, yuhibbukumullah, Allahu do t'ju do juve, wa yaghfir lakum dhunubakum, do a fal juve mëkatet tuaja. Wallahu ghafurur rahim, Allah është falës i madh dhe mëshirëbërës. Pra Allah po na tregon që e vetmja rrugë për me arrit kënaqësinë e Allahut, pas imanit në Allah, është imani në Rasulullah edhe pasimi i tij.
pasimi i çdo gjurme nga ana e tij, prej fjalëve, prej veprave, prej vendimeve e madje edhe prej heshtjeve të tij. Pejgamberi Allahu na ka treguar që e vetmja rrugë që nuk lejon që të shtohet diçka në te, sepse ka të bëjë me fenë Allahut, është rruga e pejgamberit. Thot, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ai që e kundërshton sunetin tim, ai që shton diçka në sunetin tim, në rrugën time, në sunetin tim, pra në traditën time, si pejgamberi Allahut, ai nuk është prej meje. Se ka shtu diçka që s'ka vend. Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shton thot diçka në kauzën tonë, fen tonë, që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar, është e papranuar. Pra, esenca, baza në Islam është mos me shtu, jo me shtu. Esenca është mos me shtu, për arsye se nuk ka nevojë me shtu diçka në fe. Sepse feja është e kompletuar nga Allahu, sepse feja është e përhershme për çdo kohë, për çdo vend dhe për çdo popull. Pastaj është gjithashtu edhe përditësimi i niyetit, ripërtrirja e niyetit para çdo vepre. Fillimisht çdo ditë kur gjohemi në mëngjes, ta bëjmë niyetin që këtë ditë kam jetu vetëm për Allah. Më mundu me e bë praktik edhe ditës edhe të natës. Unë këtë ditë kam e jetu për Allah, se nuk e di mund vdesim më ditë. Nëse e bëjmë qëtë njetë mëngjes ku qohemi, jemi të shpëtum tek Allah subhanahu wa taala, edhe nëse s'kemi shumë vepra me vete. Pastaj ripërtrirja e çdo niyeti para çdo vepre. Edhe nëse janë vepra shumë të vogla, nuk i dihet, ndoshta që ajo vepër që shumë e vogël në sytë e njerëzve, është shumë e vlerë tek Allahu dhe për atë vepër të peshojnë veprat e mira në ditë gjykimit edhe shpëton me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Sa njerëz e kanë fituar xhenetin me vepra shumë të vogla. Dikush e ka larguar një deg për rrugës, dikush e ka ushqyer një mac, dikush i ka dhënë me pi ujë një qeni, edhe e kanë fituar xhenetin. Pra, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, si thot pejgamberi Allahut, mos nënçmoni, mos nënvlerësoni pe veprave të mira asgjë, se nuk e dim ku na fshihet xheneti. Që i bie innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimeve tona. Pastaj pe shkaqeve tjera është edhe respektimi i prindërve. Allahu e ka ndërlidh kënaqësinë e tij me kënaqësinë e prindërve tanë. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Normalisht kjo e nënkupton kënaqësinë e prindërve në gjërat që e kënaqin Allahun, sepse ka prindër që edhe këtë botën më dhon ata nuk kënaqen. Ka prindër që kur çojnë ty tu fal ata nuk kënaqen, përkundrazi ata i dhrohen. Ka prindër që më i majt kështu, në dy dush më i mbajt, ata nuk kënaqen me ty sepse ti je në rrugt të Allahut, ata janë në rrugt të Allahut. Po flasim për gjanat që e kënaqin Allahun. Nëse prindrit kërkojnë prej nesh, na do të mjau përmbush ato. Edhe prindrit nëse janë ateistat më të mëdhtë botës, mund të jenë edhe runa Zot, edhe adhurues të shejtanit. Nas e kemi për detyrë me i respektu ata si prind, sepse nesër Allahu na pyet neve, ti çka ke bën si e vlat për prindët e tu, se çka kanë bën ata në raport me Allahun i pyet Allahu vet ata. Po neve çka kemi bëna me prindët ton, Allahu na pyet, se na jemi në test për Allahut. Na do të më dëshmoj Allahut edhe imanin edhe njerëzillëkun ton. E nuk ka dëshmi më të madhe, më të qartë, më drejt për drejt, edhe të imanit ton, edhe të njerëzillëkut ton, se sa testin ndaj prindërve tanë. Që aty nëse e kalojmë testin, e kalojmë edhe të Allahu subhanahu wa taala. Pse? Në këtë botën mund mu masku. Në këtë botën mund me duru. I kemi takimet e përkohshme, mund të shihemi një javë, mund të shihemi edhe gjatë javës disa herë, nuk është problem. Por rrim me periudha të shkurta kohore, 2 orë, 3 orë, 4 orë. Por në familje je vetvetja, në familje je origjinal. Në familje s'ka që shtiret njeriu. Qofse që aty dëshmon edukat, ai ja shtëpis do të jetë shumë i edukuar. Qofse që aty e kalojmë testin, e sidomos në raport me nënën me bab, atë do ta kalojmë testin me lenin Allah edhe para madhërisë së tij. Edhe prej shkaqeve tjera që vjen përmend është edhe durimi. Durimi në çdo lloj situate. Durimi edhe në fatkeqësi, por edhe në mirësi. Ndonjëherë edhe në mirësi sprovomi, kur të jep Allahu çish po reagon ti. Apo shkon me njerë dhe pish përdor ato pare. Atë kjo është sprovë vetvete, apo po i pranon ato si mirësi Allahut, po analizon atë, po e bën një vet llogari, ka dalë se është përgjegjësi pe Allahut kjo pasuri, hajde tash ku ta shfrytëzoj, fillimisht me i përmbush nevojat familjare, pastaj me dalë edhe tek shoqëria në përgjithësi, me kontribu për Islam e për vatan. Kjo është analiza edhe kalkulimet që ja bojnë njerëzit e mirë, ata që dojnë me pas tregti të suksesshme mes tyre dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Për fund, besimtar të nderuar, kushdo që e lidh kënaqësinë e tij, kushdo që e lidh qetësinë e tij me kënaqësinë e njerëzve, ka më jetuar i shqetësuar gjatë gjithë kohës, deri në frymën e fundit. Prandaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai që e synon kënaqësinë e njerëzve, duke i dhëruar Allahun,
ai ka me hidhru edhe Allahun edhe njerëzit, ka me humbë edhe Allahun edhe njerëzit. Ka me ardhur puna që çata njerëz që ka dhënë për ta më shumë se sa që u dashur. Çata njerëz që i ka parapri para madhnisë Allahut, Allahu ka më kthy kundër atij, se Allahu i ka zemrën në dorë. Ai ka dhënë përparësi gruas, nanës, babës, shokut, pasunisë, para Allahut, para atij që ti ka dhënë krejt çto. Në rregull, Allahu ka me të lënë me çata, edhe në fund prej çatyne ka me të ardhur azabi. Dhe në anën tjetër thotë kush i jep përparësi kënaqësisë së Allahut, para kënaqësisë së njerëzve, Allahu do të jetë i kënaqur me të, edhe çata njerëz që për momentin mund të jenë të hidhur me të, kam i bë të kënaqur një ditë me të, se Allahu i ka zemrën në dorë. E Imam Shafiu e ka thonë shumë bukur. Ridha an-nasi ghayatun la tudrak, wa ridha Allahi ghayatun la tutrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Kënaqësia e njerëzve është qëllim që nuk arrihet. Kënaqësia e Allahut është qëllim që nuk lihet. Andaj lëra atë që nuk arrihet e arrija atë që nuk lihet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.